أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, javën e kaluar filluam të flasim diçka lidhje me 6 kushtet e imanit, kushtet e besimit, të cilët janë kusht për të qenë një person besimtar. Pra besimin në Allahun, besimin në melajket, në librat, në pejgamberët, në ditën e fundit dhe në caktimin e Allahut, se mirja dhe e keqja janë me dëshirën dhe krijimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. E javën e kaluar folëm për besimin në Allah, kështu shkurtimisht, pse ka të flitet shumë, po do të mundohem çdo xumë për një kusht të flasmi. E sot inshallah do të flasim për besimin në melajket. Allah Gjeleshan thot në Kur'an: "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Askush nuk e din numrin e ushtrinë Zotit tan përveç Allahut. Pra numrin e melajkeve nuk e din askush. Duhet për me qenë besimi I drejt, I vërtet, duhet të besohet në ekzistencën e melajkeve që Allah I ka krijuar nga drita, pra nga nuri. Njerëzit që janë të krijuar nga dheu, melajket nga nuri, pra nga drita, e gjinët janë të krijuar nga zjarri. Melajket janë trupa të butë, do të thonë të paprekshme, të padukshëm, nuk shihen. Në origjinalin e tyre si I ka krijuar Allahu Teala, ato nuk shihen, as nuk preken. Por kur vin ndonjëherë te ndonjë pejgamber, siç ka qenë Xhibril alayhis salam apo disa melajke tjera, kur vin te pejgamberi e Allahut, vin forma në pamje të burrave, por organin gjenital nuk e kanë, do të thonë se janë as meshkuj as femra, sepse besimi në melajket është të besohet se nuk janë as meshkuj as femra. Por kur kanë ardhur te pejgamberi I Allahut, kanë ardhur në pamje të ndonjë burri, ndonjë sahabijut apo ndonjë personi tjetër. Janë me shpirt, të cilat janë pajisur, ai kanë arsye dhe mjafsi për të zgjedhur, të mirën apo të keqen, por ata për nga natyra të cilin ka krijuar Allah, siç janë të krijuar melajket, ato nuk zgjedhin përveç se të mirës. Pra nuk zgjedhin diçka që vetëm të mirën. Na njerëzit e kemi për shembull mundësinë me zgjedh, të mirën apo të keqen, po ndonjëherë zgjedh me të mirën, ndonjëherë zgjedh me të keqen. Ndërsa melajket, Allah xhaleshan ja ka dhënë mundësinë e zgjedhjes për me zgjedh, por ato gjithmonë zgjedhin të mirën. Thot Allah Teala: "La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Ata nuk e kundërshtojnë urdhrin e Allahut, por veprojnë ashtu siç I ka urdhëruar Allahu. Pra s'ka prej melajkeve që bën ndonjë gjuna, nuk ka prej melajkeve që e kundërshtojnë urdhrin e Allahut. E nga kjo kuptojmë se shejtani asnjëherë s'ka qenë melajke. Ka qenë me melajket, ka qenë besimtar, ka besuar Allah subhanahu wa ta'ala, e ka adhuruar Allah subhanahu wa ta'ala, por kur Allah e krijoi Ademin alayhis salam dhe I urdhëroi melajket, edhe shejtanin, Iblisin, pra mi bon sejdë Ademin, shenjë respektit, të gjithë melajket I banë sejdë përveç Iblisit, shejtanit. E kjo nuk kupton se shejtani nuk ka qenë melajk asnjëherë, por ka qenë me melajket e ka adhuruar Allah subhanahu wa ta'ala. Pse? Se Allah po thot: "La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Ata nuk e thajnë urdhrin e Allahut, veprojnë ashtu siç urdhëron Allahu. E tash nëse shejtani ka qenë prej melajkeve, tash po vjen kundërshtim me ajetin. Allah po thotë këto nuk e thajnë urdhrin e Allahut, ti e thajti urdhrin e Allahut. E kjo do të thotë shejtani nuk ka qenë prej melajkeve asnjëherë. A ka qenë besimtar? Po ka qenë. A ka dhuruar Allahun bashkë me melajket në qiell? Po e ka dhuruar. Ama nuk ka qenë asnjëherë melajke. Pra melajket gjithmonë zgjedhin të mirën, bindjen ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, në nshrimin ndaj urdhave të Allahut dhe adhurimin e Tij të vazhdueshëm. Pejgamberi alayhis salam tregon për natën e Isras dhe Mi'rajit, kur hipin mbi 7 qiell, thot nuk kishte vend të lirë të zbrazët në qiell sa një pllom, vetëm se kishte melajke aty. Ose duke I bën sejdë Allahut, ose ruku për kulje, ose duke qëndruar në këmbë. Te madhëru Allah subhanahu wa ta'ala. Thot nuk ishte vend të lirë sa një pllom. Dhe me thonë numri me lajka shumë I madh, ma shumë se numri e gjinëve, ma shumë se numri
i njerëzve dhe krijesa tjera. Pse? Pejgamberi alayhis salam po ashtu tregon natën e Mi'rajit, thotë kur arritën qiellin e 7 te Beitul Ma'mur. Beitul Ma'mur është një vend në qiellin e 7, është sikur që janë qabja për neve njerëzit në tokë, që Beitul Ma'mur është për me lajket. Thot pejgamberi alayhis salam, aty ishte i mbështetur Ibrahimi alayhis salam, në qiellin e 7, thot dhe i pash aty çdo ditë hishin 70.000 me lajke, dilshin edhe më nuk u ktheshin. Do thotë prej kur e ka kriju Allah xhaleshanu në Beitul Ma'mur, prej asaj dite çdo ditë hin 70.000 me lajke dalën më nuk kthehen, nesër vin 70.000 tjera. E kush mund të llogarit apo ta llogarit numrin e me lajkeve ushtrinë se Allah subhanahu wa taala. Janë në numër shumë të madh. Nuk e din askush numrin e tyre. Ata të gjithë janë musliman të devotshëm, të dashur të Allahut. Dhe i ka ruajtur Allah nga mëkatet dhe kufri, nga kufri. Asnjë prej me lajk nuk bën gjuna, pas nuk bën kufër. Dhe për këtë pra ata i kryejnë me bindje urdhrat e Allahut, nuk e kundërshtojnë atë, nuk hajnë, nuk pinë, nuk flenë, nuk lodhen, nuk martohen, nuk riprodhohen, pra nuk lindin, se nuk martohen për me lind, nuk lindin ata. Nuk janë meshkuj as femra, ata janë të ndryshëm në vlera dhe në grada. Pra me lajket as nuk hajnë, as nuk pinë, sepse s'ka nevojë për me hangër, nuk ka nevojë për me pisë, Allah i ka kriju kështone. Nuk flenë, nuk lodhen, nuk martohen dhe nuk riprodhohen. Dhe nuk janë tham as meshkuj as femra. Transmetohet nga Said ibn Musayyib radhiyallahu anhu, i cili ka thonë el melaika laysu dhukuran wala inatha. Me lajket nuk janë as meshkuj as femra. Wala yakuluna wala yashrabun. As nuk hajnë dhe as nuk pinë, wala yatanakahuna wala yatawaladun. As nuk martohen dhe as nuk lindin. Pra për mushtu, nuk lindin për mushtu. Allah xhaleshani ka kriju me lajket pra prej nurit, prej dritës, dhe nuk martohen, nuk riprodhohen dhe nuk janë as meshkuj as femra. Dhe thamë, askush nuk e di numrin e me lajkeve përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Një për ati ajetëve që e përmend وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, apo hadithi pejgamberit alayhis salam natën e Mi'rajit, ku tha nuk ishte vend të lirë sa një pllon vetëm se kishte me lajke. E prej me lajkeve ka që janë të veçanta dhe të përgjithshme. Dhe më thonë të veçanta, shka janë, në emri atyre dihet, detyrat e atyre dihet dhe do të besohen. Me emër, për shembull Xhibrili alayhis salam, Mikaili alayhis salam, Israfili, Azraili, se këto janë të përmendura ose në Kur'an ose në hadithe të vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë përgjithshme që janë ato që nuk ja u dim emrat. Se ka tham numri i madh. E për këtë ka prej të cilët janë të veçanta, ju ditë emri dhe detyrat e tyre, dhe të përgjithshme, domethënë që nuk i njohim na, nuk i dim emrat e tyre, nuk i dim detyrat e tyre, po çdo me lajke ka detyrë që i ka dhënë Allah subhanahu wa taala. E prej të veçantave janë 10, që duhet muslimani të dije. Është mirë me ditë emrat e tyre dhe detyrat e tyre. E para është Xhibrili alayhis salam. Është me lajka e shpalljes. Dhe është kryesori i gjithë me lajkeve. Dhe kryesori i gjithë me lajkeve është Xhibrili alayhis salam. Është me lajka që ka zbrit shpalljet pejgamberëve alayhis salam, sikur Zeburin Davudit alayhis salam, sikur Tevratin Musa alayhis salam, sikur Injilin Isa alayhis salam dhe Kur'anin Muhammedit alayhis salam. Pra Xhibrili është me lajka e shpalljeve. Xhibrili nuk i merr shpirtin. Se të na shqiptar shpesh i kishar Xhibrili. Xhibrili. U të si Xhibrili. Xhibrili nuk i merr shpirtin. Xhibrili është me lajka e shpalljes. E për këtë është mirë me ditë kush janë këto me lajke të veçanta që ja u dim emrin dhe detyrat e tyre e mos i ngatrojna. Xhibrili është me lajka e shpalljeve. Mikail është me lajka që kujdeset për rrezikun. Kur thojmë për rrezikun, jo vetëm për rrezikun tonë, na që kemi rrezik, po gjithçka që ka lidhje me rrezikun. Për me arrit deri te rreziku njeriu, apo me arrit rreziku deri te njeriu, kjo me lajka Mikaili kujdeset pra për rrezikun. Pastaj është Israfili. Israfili është me lajka e cila i frin surit ditën e fundit. Kur bëhet kiameti, Israfili alayhis salam i frin surit edhe shkatroj gjithçka në tokën e qej. Pastaj përzitja ka mi frin për mu ringjall ditën e gjykimit. E pejgamberi alayhis salam
ka tregu për Israfilin alayhis salam kur ishte natën e Isras dhe Mi'rajit, natën e Mi'rajit mbi 7 qiell, thot e pash Israfilin aq forsi i rrike gati surit për mi fri, thos më mor menja se do të mrin tokë ai mos i frinje. Në thot aq shumë si i rrike gati, sepse tham me lajket la yasun Allah ma amarahum, ata nuk e thajn urdhën e Allah. Kur ta urdhëron Allah, kur të vjen momenti mi frin surit, mos me vanuaj jo me lajka urdhën e Allahut. Sikur na njerëz që vanojmë dhe në urdhërat e Allahut, namazin, atë, këtë i lajnë dhe në haj pak më vol. Hajt në dal me shok të pini kafe, hajt të baj këtë, hajt se ka kohë për namazin. Me lajket rrin gati urdhërat e Allahut. Kur të vjen sekundi, momenti mi frin surit, ai i frin surit. E kur të frin surit, e suri është një si lloj brin i krijuar prej nurit, prej dritës. Edhe kur të frin surit Israfili alayhis salam, yamutu kull shay'in wala yaqta sayhata hatta yudammira kull shay. Thot kur të frin surit Israfili alayhis salam, ka me vdek gjithçka, çdo qenie që ka shpirt, ka me vdek dhe nuk e ndal të frirrit derisa të shkatërrojë gjithçka. Pastaj normal se vdesën edhe Israfili alayhis salam, vdesën edhe këtë me lakët dhe në fund vdes edhe Azraili alayhis salam, ai i cili merr shpirtrat. Pra në fund bejtën vetëm Gjibrili, Mikaili, Israfili dhe Azraili. Këto 4 me lajke, pastaj Azraili alayhis salam ja merr shpirtin Gjibrilit, ja merr shpirtin Mikailit, ja merr shpirtin Israfilit dhe në fund Allah Taala i thot o Azrail, shijoj edhe të vdekën siç e shijon të gjitha krijesat, edhe vdes edhe Azraili alayhis salam. Pra e katërta është Azraili që i merr shpirtrat, pra Azraili merr shpirtrat apo me lajka e vdekës. Ju thot ose me lajka e vdekës ose Azrail. E 5 dhe 6 janë Munker dhe Nekir. Janë 2 me lajke që i morën në pyetje njerëzit në varr. Kur çlohet njeriu në varr, vijnë 2 me lajke të morën në pyetje. E këto 2 me lajke janë Munker dhe Nekir. Pastaj janë Raqib dhe Atid, 2 me lajke që i shkruajnë veprat tona, njëra në anën e gjatë, njëra në anën e majt. Ajo në anën e gjatë, Raqib i shkruan veprat e mira. Atidi në anën e majt i shkruan veprat e këqija. Pra këto janë 2 me lajket Raqib dhe Atid që i regjistrojnë veprat e njerëzve. A folesh tjepa anglisht, arabisht, turqisht, a folesh shpejt ngadale, a keve në vetmi, a keve i mshehur dikon me bon çka me bon, ato i shkruajnë veprat tua. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, thot Allah Taala. Çdo fjalë që e hedhë biri Ademit, pranë tij është Raqib dhe Atid, 2 me lajket i shkruajnë fjalët e tij dhe veprat e tij. E 9 është Ridwan, me lajka Ridwani i cili është kujdestari i xhenetit. Pra xheneti ka me lajke që kujdesen për xhenetin, e kujdestari i tinve, krijesori i tinve është Ridwan. Dhe me lajka e 10 është Malik, kujdestari i xhehenemit. Banorët e xhehenemit kush ka mi dënu, i dënojnë me lajket. Ato nuk i rrok asnjë dënim, nuk gjegën me lajket në xhehenem, por me atë e krijon një urdhër të Allahut, i dënojnë banorët e xhehenemit, e krijesori i këtyre me lajket në xhehenem është Malik. Allah xhaleshana përmend në Kur'an kur banorët e xhehenemit thonë ja Malik, o Malik, lutë Allahut na i pakon dënimin ose të na i merr shpirtrat. Maliku mas 1000 vjet ja kthen përgjigjen innakum makithun, ju keni me qëndru atë. S'ka shpëtim për juve. S'ka më as pakim të dënimit, as vdekje nuk ka për juve, mas 1000 vjetëve. Ato prapë thonë ja Malik, o Malik, lutë Allahut na i merr shpirtrat. Ai prapë mas 1000 vjet thot innakum makithun, atë keni me qëndru. Por këto janë 10 me lajket e veçanta apo me lajket e mëdhoja, siç kena mësuar kur ishim fëmijë, mësojmë këto me lajket e mëdhoja, që janë 10 me lajket që do t'i dihet çdo besimtar dhe ta di detyrën e tyre. Pra është Xhibril alayhis salam që është për shpalljen, është Mikaili për rrezikun, Israfili për surin, Azraili alayhis salam që me shpirtrat, Munker dhe Nekir që i morin njerëzit në pyetje në varr, Raqib dhe Atid që i regjistrojnë veprat e njerëzve dhe Ridwani, kujdestari i xhenetit dhe Malik, kujdestari i xhehenemit. Pra me lajket kanë detyra të ndryshme, për shembull lidhje me shiun, me tërmetet, me erën, me rufejen e kështu me radhë. Pra kur bën drivja e tokës, kur bën këto era, shiu, bora, këto të gjitha, Allah xhaleshanuhu ja ka dhënë këto detyra me lajkeve. Pra ato i kanë këto urdhra të Allah subhanahu wa taala. Edhe shiu kur bie për shembull, Allah xhaleshanuhu ka caktuar
sa shimeran që këtë venin, sa shimeran këtë venin, dhe njerë ndodhin o borë, si kemi na shtëpit, a jenë në vendligje afer, të njënjë ashtë të caktum sa pika me ra, të ki qëtë sa pika me ra, të ki ndështa pak ma shumë, të ki ndështa pak ma pak. Allah Gjellëshan e ka caktu, i ka urdhëru me lajket, dhe atë nuk e thejnë urdhërin e Allah. Pra gjithë shka që ndodhën këtë bot, era, frima, këtë rufeja, të dridhja tokës, këto janë detyra të melajkeve që ka dhënë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra kjo është besimi në melajket dhe më rëndësishme është të besohet se ato nuk janë as meshkuj as femra. Se shpesh ndodhin qesin foto na për Facebook, na për kamos, na për statuse, një vajzë kishe e bukur e kujt diçka me flok gata, me si kujt diçka, me lajke nuk janë as meshkuj as femra. Allah Taala thon Kur'an, innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha. Ata që nuk besojnë ditën e gjykimit, ato i emërtojnë me lajk me emra femrore. Pra thuj me lajk janë femra. Me lajk nuk janë as femra as meshkuj. Kjo është besimi i vërtet në bazë Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit alayhis salam, e mos të mashojmë me fotografi që na i sjellin armiqtë e Islamit, që dikush ndoshta halaj ka na për shtëpia si janë kon përpara një foto atë një me mekër, një fëmijë, një dash, një me lajke të artë të fletëru kishe. Të thonë se ki Ibrahimi Ismaili edhe me lajke të japru dashin Ibrahimit alayhis salam. Kjo është rrenë, kjo është mashtrim. Me lajk nuk janë as meshkuj, as femra. Pra Allah Gjellëshan, shka vëdhën Kur'an, kush nuk e beson ditën e gjykimit, ato i mërtojnë me lajk me emra femërore. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala të na i shton detyrinë, ta praktikojmë këtë detyri, të na i forcon besimin, na udhëzon në të vërtetën, të qëndrojmë në të vërtetën deri në frymën e fundit, dhe lusim Allah subhanahu wa ta'ala ummetin Muhammed alayhis salam që ndihmon kudo që janë, sidomos ati vëllezërit tanë në Palestinë. Allah Gjellëshan ja ulësoj gjendjen e tyre, kësë provë të madhe, Allah Gjellëshan i shkatërroi zullumqtarët me zveti. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që këto armiqtë të Islami, këto armiqtë të njerëzimit, këto armiqtë të jetës të kësaj dynjoja sioniste, të cilët me të madhe pëmbysin në Palestinë, fëmijë, graje, pleqe, gjitha moshat nuk po pisin askanin. Edhe ata që po shojnë që ndihmojnë, edhe ato pi largojnë e pi shkatrojnë, nuk ka njerë që po mundet mi ndalë këto. A i cili mund të ndalë është Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah Allah Gjellëshanës së shpejti i shkatron dhe i zhdu nga ftire e tokës këta zullumqtar të mëdhej, dhe në fund e lusim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thonë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.